Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të komentuar pak Big Brother VIP Kosova që në fakt e kemi në prag të derës. Big Brother VIP Kosova po starton së shpejti. Të gjithë jemi kureshtar të dim se çfarë do të ndodh në atë shtëpi, të gjithë jemi kureshtar të mësojmë se si do të rrjedhin gjërat, se si do të shkojnë dinamikat, se çfarë do të bëhet në atë skenë gjigande që në fakt nuk e rëmben vetëm Alaudinin dhe moderatoren, por na rëmben të gjithëve. Unë në fakt kam bërë një analizë të detajuar se çfarë do të ndodh në këtë shtëpi gjigande, çfarë ne kemi arritur të kuptojmë, po e komentoj disa ditë me radhë sepse jemi shumë afër startit të Big Brother VIP Kosovës, por dua në komentet marrë edhe mendimin tuaj se si e shikoni ju. Miq të dashur të spektakleve dhe reality showve, pregadituni, kështu e kemi nisur, sepse Big Brother VIP Kosova 4 po vjen me një sezon që pritet të jetë më i bujshmi deri më sot. Do të thënë pritet të jetë stratosferë. Që nga momenti kur producentja e njohur Olsa Muhameti publikoi sinjalin e parë për rikthimin e spektaklit, rrjetet sociale janë përfshirë nga zërat, komentet edhe thashethemet për formatin më të ndjekur në trojet shqiptare. Ky sezon sipas burimeve të afërta me produksionin do të jetë më i fortë, më emocional dhe me përplasje të papritura midis banorëve. Domethënë, pritet që të jetë sezon më i fortë se sa sezoni që ka qenë në vitin e kaluar. Produksioni Big Brother VIP Kosova 4 ka nisur pregaditjet që prej muajit shtator. Shtëpia më e famshme në vend të popëson ndryshime totale, nga dizajni modern te teknologjia e re që do të përdoret për herë të parë në një reality show shqiptar. Burimet brenda Top Channel edhe Klan Kosovës tregojnë, falni, tregojnë që kamerat të reja do t'jenë me rezolucionin 8K, do me thënë është investuar shumë në kamera që gjërat të duken me detaje, banorët të fokusohen në detaje dhe do me thënë kanë investuar pa fund në teknologjin e cila e mundëson Big Brotherin që të ketë një sukses më të mirë edhe më të jashtë zakonshëm. Ndriçim inteligjent dhe efekte zanore të avancuara do të bëjnë këtë edicion më spektakolar se kur. Një tjetër detaj interesant është se këtë vit formati do të ketë më shumë sfida live dhe më shumë përfshirje të publikut në vendime të rëndësishme. Domethënë sipas asaj që ne kemi arritur në fakt të kuptojmë deri më tani, thuhet që publiku do të jetë më i përfshirë në këtë sezon, do të jetë më i përfshirë brenda shtëpisë së Big Brotherit. Në rrjet po qarkullojnë emra të shumt për moderatoren e këtij sezoni. Thuhet se moderatorët do të jenë të ndryshëm tek Arber Zeka, tek Alban Musa, tek Alketa Vesiu, por jo. Moderatorët e Big Brother VIP Kosovës zyrtarisht mbetet Alaudin Hamiti, do të thënë është zyrtarisht, dhe unë do kisha dashur, do të thënë siç e thash në ditën e djeshme që komentova Big Brotherin, do kisha dashur që edhe këtë vit të mbetej Jonida Vokshi, sepse kanë patur një komunikim të bukur, kanë patur një qasje të bukur që në fakt i ka dhënë një energji shumë pozitive asaj shtëpie. Në rrjetet janë emra të ndryshëm të moderatorëve, por janë edhe emra të ndryshëm të opinionistëve, siç e tham, që mund të jetë Dalina Buzi dhe në këtë rast edhe Olti Curi, por publiku me sa e shoh nëpër komente, më së shumti dëshirojnë që të mbetet Olta Gixhari dhe në rast tjetër të mbetet edhe gazetari i nderuar Milaim Zeka. Tani, pjesa që më së shumti ju të gjithë e prisni është me patjetër që dëshironi të dini se kush do të jenë banorët, kush do të hyjë në këtë shtëpi, çfarë profilesh do të kenë ato, çfarë qëndrimesh do të kenë ato, çfarë historish do të kenë, sepse ju e dini shumë bukur që Big Brother në këto 2 sezonat fundit, mos themi sezonën e parë, po në 2 sezonat e fundit ka qenë i fokusuar pafund në rrëfimin e historive, ka qenë i fokusuar pafund në rrëfimin
e ngjarjeve të banorëve, të jetës së tyre, të prapaskenës së tyre e gjëra të këtilla. Në listën e emrave që po qarkullojnë janë disa personazhe shumë të njohur se kush do të jetë pjesë e shtëpisë më të famshme në Kosovë, që nëse konfirmohen do të shkaktojnë tërmet në rrjetet sociale. Thuhet se mes tyre janë një ish këngëtar shumë i komentuar për jetën private dhe ngjarjet publike, që në fakt përflitet shumë për Bejtën, i cili aktualisht vazhdon të jetë këngëtar, por edhe një ish këngëtar përflitet për një personazh i cili ka qenë shumë i njohur vite më herët, por që është larguar nga tregu muzikor, që dyshohet se mund të jetë Zanfina Ismaili, që mund të jetë banorja më e re e Big Brother VIP Kosova, një artiste që do të vi krejtësisht ndryshe këtë vit. Një influencuese e famshme nga Prishtina që njihet për skandalet e saj në Instagram, do me thënë flitet për një influencuese, por flitet edhe për një tiktokere shumë të njohur që ju e doni pafund dhe admironi personazhin e saj, do me thënë këto janë të gjitha thashë theme, do me thënë jo të bazuara në fakte të vërteta, do me thënë flitet për Malsoren, një personazh shumë e dashur për publikun dhe një ish banor i Big Brother VIP Albania që do të kthehet për të përballur me të kaluarën. Do të thënë ka patur edhe vitin e kaluar personazhe nga Shqipëria, me patjetër që do të ketë edhe këtë vit, sepse Big Brotheri nuk di të anoj si Big Brotheri i Kosovës, si Big Brotheri i Shqipërisë, është një Big Brother i shqiptarëve dhe me patjetër që do të marrin pjesë nga gjithandej. Dhe disa sipas portaleve është një çift i martuar i showbizit kosovar që mund të testoj dashurinë e tyre para syve të gjithë publikut. Do të përflitet që do të ketë edhe një çift të martuar brenda kësaj shtëpie. Këta emra nuk janë ende zyrtar, do me thënë, por fansat tashmë kanë filluar debatet kush do të përplaset me kë, kush do të krijojë lidhje të reja dhe kush do të jetë armikja e shtëpisë. Nëse vitet e kaluara Big Brother VIP Kosova ka qenë spektakël argëtimi, këtë herë produksioni synon emocion, dramën dhe rrëfimin personal. Do të ketë histori jetësore, prekse, sfida psikologjike, lojmë strategjike dhe ndërveprim të drejt për drejt me publikun përmes platformave online. Për herë të parë publiku do të mund të komunikojë me banorët gjatë transmetimit live, duke ndikuar edhe në vendime dhe në nominime. Në fjalët e një antari të stafit thuhet që ky sezon nuk do të jetë thjesht VIP-ash, por njerëzit që do të lënë gjurmë brenda asaj shtëpie. Do të thënë do të jetë sezon i mrekullueshëm. Në TikTok, Instagram dhe në Twitter, hashtagu Big Brother VIP Kosova 4 tashmë po shpërthen me miliona shikime. Fansat po ndajnë teori, po krijojnë video dhe po bëjnë sondazhe se kush duhet të jetë pjesë e spektaklit. Ndërkohë shumë portale zbulojnë se kontratat VIP këtë vit janë 3 fish edhe më të larta dhe disa nga të ftuarit kanë kërkuar kushte të veçanta për hyrjen në këtë shtëpi. Publiku është i ndarë, një pjesë pret me dashuri të reja drama romantike, ndërsa të tjerët duan përplasje tension që ndezin ekranin. Do të thënë, të gjithë jemi të fokusuar në shtëpinë e Big Brotherit për të kuptuar se çfarë në fakt do të ndodhë në këtë shtëpi, të gjithë kemi vëmendjen aty, të gjithë kemi fokusin aty, flitet për një investim goxha të madh, flitet për një shtëpi gjigande, por do të kuptojmë në vazhdim se çfarë do të ndodhë në Big Brother VIP Kosova. Në fakt, mundoni të zbuloni edhe ju, kush është ky çift i martuar që do të futet brenda kësaj shtëpie.